sa i rëndësishëm është prezantimi kur prezantohemi me njerëzit. Për ju, a është i rëndësishëm prezantimi dhe sa i rëndësishëm është? Ose si të vlerëson njeriu kur ti prezantohesh? Shiko, ndiqeni me vëmendje këtë material, unë jam i bindur që do t'ju interesoj shumë, sepse nga këtu do kuptoni disa gjëra të rëndësishme të shoqërisë ku jetojmë. Kush është rastisht i gjithmonë le t'i bëj fajshimi sërish dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Shiko, jo vetëm paraqitja jashtme, por edhe ngjyrat bëjnë diferencën. Dhe unë do t'ju them se përse. Atëherë, gjëja e parë që është e rëndësishme është që se si të vlerëson tjetri. Unë për shembull personalisht nuk e kam patur problem. Vazhdoj të mos ta kem problem, por pjesa dërmuese e shoqërisë sot e vlerëson shumë tjetrin nga paraqitja jashtme. Për shembull, në Shqipëri ne mundohemi që se po ndezin makinën tej, ne mundohemi në Shqipëri për shembull që të vishemi mirë. Për shembull shqiptarët në përgjithësi shikoj shpesh që vishen mirë, duan makina të bukura, bile nëse zgjedh një makinë dhe jo një shtëpi, në përgjithësi shqiptarët janë kështu, sepse në mendjen e një shqiptari prezantimi është i rëndësishëm. Tani, unë ndaj doja një mendimin tuaj, ju si mendoni, është i rëndësishëm apo jo? Por do t'ju them diçka që më ka mbetur në kujtesë. Për shembull, ngjyrat janë tepër të rëndësishme. Kjo është gjëja më kryesore, pra përveç se veshjeve, pra veshjes njeriu, unë për shembull jam veshur thjesht. Po ta shikoni, unë jam veshur thjesht. Në fjalë, atlete, xhinse, edhe një bluzë. Jam edhe një xhaket blu, jam komplet blu. Pse e them këtë? Sepse kanë, sidoqoftë ngjyrat kanë rëndësinë e vet. Jam thjesht i veshur, por ëmbël. Dhe pse e them këtë? Në vitin 2003, 2002-2003, ishte periudha që unë vishesha në mënyrë ekstravagante. Isha një kapot të zezë, prej lëkure, të gjatë, flokët gjithmonë më të gjatë, sa më të gjatë deri këtu që të binin mbi supe, dhe vishja këmishë të bardhë dhe pantallona të zeza, që të bëja diferencë. Kjo sepse më duhej që të krijoja një personazh që të ishte unik në veshjen e tij, që ti ta kujtoje atë personazh. Dhe për sa i përket artit, është mirë, por unë në jetën reale nuk më intereson shumë. Megjithatë, do t'ju tregoj se si ndryshoi një njeri vetëm nga ngjyrat. Dhe do t'ju them se si. Zakonisht, pas disa viteve, unë fillova që të vishesha me të zeza. Komplet nëse keni parë nëpër video, visha bluzë të zezë, xhaket të zezë ose kostum të zi, dhe për shumë vjet kjo. Mirë po, vajta njerë në një, ishte për Rajin, mos gaboj, jo, ishte Rai Futura, po, Rai ishte, Rai Futura, ishte një kanal që ishte hapur në atë kohë, dhe aty takova një prerë të parë që pash, një regjizor, dhe jemi bërë miq, ndaj po them, Soldani quhet. Dhe kështu që kur u futa për herë të parë isha me një shoqen time. U futa për herë të parë isha komplet i zi, komplet kështu. Dhe ai kur më prezantoi, i tha ajo, ky është, ai tha, iluzionisti, ai prestigiatori. Dhe në mendjen e tij, magjistar, i veshur me zeza, nuk e keni ide. Dhe nuk e la, me një fjalë, kontakti që ishte sikur u zbe, sepse nuk më foli asnjëherë, as për punë, as për gjë, dhe kaluan muaj. Pas 6 muajsh, sepse ju e dini që kur takohesh me njëri për herë të parë, dihet që takohesh për punë dhe ai e dinte shumë mirë që unë kisha shkuar për punë aty. Dhe padyshim thash do më japi ndonjë punë, por nuk po më jepte. Dhe pash që kishte programe, ishte i mbushur në fillim ai kanal. Sapo e kishin hapur atë kanal atëherë. Dhe ky ishte drejtori i gjithë kanalit, por edhe regjizori i disa programeve të rëndësishme. Dhe në pas një 6 muajsh, mbaj mend, jemi takuar tek në urën, një urë afërsisht aty tek Vatikani.
rastësisht u takuam, ai ishte me të fejuarën, unë isha me të fejuarën, sepse ai ishte ndarë nga gruaja, dhe u takuam aty. Oh, mago, ai, kështu me atë, ai. Mirë po, mënyrën se si më foli ishte ndryshe. Unë aty isha me këmishë të bardhë, me pantallona të bardha, dhe me atlete të bardha. Dhe duke mos edhe mënyra të prezantuar, sepse nuk mi e punë, po varja, e keni parasysh ju, pra njeriu nuk duhet të jetë i çorientuar ose të jetë i o do m'japi punë kjo apo jo. Pra ti sa më i bindur je në veten tënde, aq më tepër tjetri bindet. Dhe në këtë rast, zakonisht e kanë këta regjizorët, shikojnë shumë këtë gjë, pra atë statusin emotiv tëndin, dhe në qoftë se shikojnë që ti je i lëkundur, nuk i bind, dhe duke mos i bindur nuk t'japin punën. Kjo në art shikohet shumë. Dhe do t'ju them dhe një gjë që më ka ndodhur dhe një tjetër kjo, por kjo për sa i përket veshjes. Pra atë ditë ai kur më pa me atë veshje ndryshoi totalisht. Dhe nuk kaloi as një javë, më dha punë. Një javë, nuk kaloi, ketha ti va di fare të bën do tha që të bësh diçka, thash unë po, më thuaj tash edhe e bëra. Tani pse po ja u them këtë, sepse njëri tjetër më ka ndodhur pra paraqitja e jashtme e ngjyrave po flas. Nëse ju po ta shikoni të visheni me ngjyra, mos jeni me ngjyra të zënta, por jeni me ngjyra të bukura, do shikoni që statusi emotiv i atij tjetrit, pra shpirti i atij tjetrit do jetë ndryshe. Do t'ju flasi ndryshe, do të jetë më i gëzuar, sepse transmetoni ju me veshjen që keni. Por njëkohësisht edhe duhet të ndryshoni edhe këndvështrimin e mënyrës së të folurit. Mos jeni agresiv, po jeni të qeshur dhe do shikoni që do merrni punën. Për çdo gjë punë, ose edhe do kapni vajzën, ose vajzat do kapni djemt. Kështu që është e rëndësishme. Sepse nëse ju intereson dikush, mjaft që t'jeni vetvetja, mos u shtirni, mos shkoni tej asaj që jeni. Jo, normal, por t'jeni të buzëqeshni. Kjo është e rëndësishme. Thash, njëri tjetër isha më kishin folur agjencia ime për një rol dhe do shkoja të bëja një test me Vittorio Sindonen, një nga regjizorët më të famshëm në Itali. Dhe më mend kur kam shkuar, ai tha që le të vi të shikoj, të vi, i kishte thënë këtyre agjentëve të mia, ishin 2 gra, të vi tha në set aty se kam duke xhiruar, ta shikojmë tha. Dhe shkoj aty, pritum 10 minuta, 20 minuta, gjysmore, as po e çante kokën fare. Pas një 40 minuta ky filloi fliste me ca goca aty tër pordh kështu. Dhe më la, unë duke ai më shikonte, por nuk e çante kokën, as nuk e çau kokën fare, as nuk tha që të vi që ta shikojmë, ku diun. Dhe mbeta kështu. Erdhi ky asistent, i thash asistentës unë, sa tha prit pak. Çfarë the i thash ne? E bërtita fort. 40 minuta i thash unë, që po pres këtu thash, ti më thua prit pak thash. Po jo tha se ne tha jemi duke puno mos tha, ajo duke ul që t'ulja zëri. Po pse mo i thash unë për tallur karët jam këtu thash, për tallur bythën thash. Çfarë jam këtu? U acarrova, më falni për shprehjen, po u acarrova shumë atë ditë, shumë fare. Isha pak edhe kështu në vriksin e kemi në shqiptarët, por u acarrova shumë. Pse i thash unë nuk punoj thash, kam martu thash për të kruar thash. Në qoftë se nuk doni thash unë, nuk ka problem thash, unë iki. Edhe u bëra gatikja. Ai qandej tha saj foli të vi tha, se pa që unë do ikja. Edhe vaja te regjizori aty, i tha ajo tha, ky është ai tha. E unë kështu qetësova, i pim një kafe tha. Pim një kafe aty, nga ato e mora atë kafen, pa hajde. Mora rolin, sepse regjizori donte që të kuptonte se çfarë statusi emotiv kisha unë, se si mund të ndryshoja në momentin që të merja rolin. Pra ai më provokoi. Pse po e them këtë? Sepse varet nga ai, nga çfarë ti prezanton dhe çfarë i duhet atij që ti je përballë. Nëse atij i duhet që ti të marrësh një punë dhe çfarë pune është, dhe nëse ti je i gatshëm dhe i duhuri për atë punë. Pra, sekreti qëndron jo vetëm për të marrë një punë edhe për të patur sukses tek një punë ose tek tjetri që keni përballë, qoftë në dashuri apo në çdo lloj gjëje, është e rëndësishme jo vetëm veshja, por edhe prezantimi që bëni, pra prezantimi juaj, personal, mënyra të prezantuarit. Kështu që nëse nuk shtireni dhe jeni ju, mjafton që të buzëqeshni dhe kaq. Ky është argumenti final. Me një fjalë, ajo që doja t'u thosha. Pres komentet tuaja nëse juve ju ka ndodhur raste të tilla dhe çfarë ju ka ndodhur na i tregoni
dhe ta diskutojnë së bashku. Hajde, kalofshi bukur.